Hej njerëz, qa ka? Një vagoni me flek të qepta. Hej njerëz, qa ka? Një vagoni edhe sët jena në pikën e verës, midis vere jena, kështu që përdo me bo një shpjegim për një teknik që përdoret mazgji, përdoret cardistry, që është, këme ju ka dhu qëta që ka është eja, edhe komu përdor edhe për nëzet. Pra kena me folë për fladicet, se që është me bo fladicet, cilat janë teknikat ma thjeshta për me bo një fladicet normale, ose edhe në tashmë me vazhdo edhe me bo edhe fladicet ma ndryshe, që është fladicet me i dorë, janë pressure fan ose fladicet e presionit, ka shumë mënyra për me bo një fladicet, kështu që sot kena me mësu një fladicet shumë thjeshtë, që është fladicet normale, edhe i kom ju të regu disa mënyra si që është me bo, edhe se qka ju bëjmë për me bo një fladicet sa më të mirë. Kështu që shkojna direkt me shpjegimin se vetë se përshimë që shtohet një fladicet, përshimë këtë letrat, kështë dhe është. Shkojna pra të këshyrum qysh botë. Mas pari do me ju folë se qka ju vymë për me bo fladice. Për me bo fladice, mas pari të vymë me pas letra sa ma treja ose që janë gjendin sa ma të mirë. Që bibjen me letra të vjetra ju së mundën me bo fladice të mirë. Që pedojna, që po ju të regoj edhe me një shambull konkret, qëto bicycle që i kom dorë, qëto i kom përdorë me mujë. Edhe tash, për me bo fladice që nuk del kurqysh, edhe jo të regoj, apëshër nuk është e rregullt, do jenë dëq, këtë është një grumbull, këtë disa ju shfaq ma shumë, disa ma pak. Pibjen nuk ka shfaqet mirë të fladicës. Për që ato, se me pa që e vynë është me pasë në letra të reja, që do me thonë blejnë në letra të reja nëse do një me ushtru ma mirë, sa një procesin e ushtrimit, edhe njëtën kohë, që i vynë me bo fladice është me pasë një letrat të kualitetit mirë, shumë e një më në kualitetit mirë. Për shkak se letrat e plastikës, më nëshë me bo fladice me to në 7-3-4 ditë dhe mësë më nëshë me bo fladice të mirë. Ose me letra që janë me letra tjera për shumë që kanë plastic coated, që janë mbuluara me plastik, atëhere ato mund është me bo fladicet mira, po ka njerë jo, ka njerë po, nuk e kanë rëshyqëmërin që është mirë. Ndërsa fladicet më të mira mundën me i bo me letra që janë të kualitetit amerikan. Rasti konkret bicycle, po ne këto i kom shërizu shumë, edhe së mëna me bo fladicet mira më me të. Kështu që nëse keni bicycle, ose keni letra USPCC, që më thonë United States Playing Card Company, ose kompania e letrave të lojës nga Shtetet e Bashkuara, atëre me to ato e kanë kualitetin ashtë që janë lyera me air cushion, me janë saktajrit që e bën me bo fladicë sa ma të mira me to. Që bibjen, ose me pas letra kualitative, ose me pas qëfar dhe letra, po me pas gjendin sa ma të mirë. Kështu që mas pari qëta du me e. Edhe dyta, fladicja është një prej teknikave më të thjeshta për në cardistry. Cardistry është një degë magjisë, se ta shugua edhe degë në vete, që me bo senet bukra ose freestyle me letra. E keni pa ata që bojnë prejdet mëlaj me letra. Një prej të në që e bëj edhe në shpesh. Mirë po, cardistry është në diçka e bukur me letra që mune me bo të prej, ose pse ju edhe mu dokë. Për që ato, kjo është cardistry, kjo magji nuk ndihmon, për shembull nuk është efekt magjik që të bën një kështu më të shëditi, është me thonë wow. Po me to, veç kur e bëni këto, atëherë i thoni dikun atë gjallë një letër. Kështu që është një prej teknikave bazë të cardistries që mundën me i shtin magji. Për që ato ju që jeni dëni më bon veç magjistar, atëherë është një prej teknikave që ju këshilloj me bo, që me ditë me bo fladisi që me udorë ma bukën me i thonë dikun atë gjallë një letër është më interesant.
Edhe njëtën kohë, jo që doni me mësu cardistry atëre këto vetë se deri shtash e dini ose është një prej bazave që ushtrojnë. Edhe një sen i fundit, para se me shku që shbotë, është një teknikë që do të më ushtru shumë. Sa do që do këtë e thjesht me bo fladice, është një teknikë që lyp shumë eksperimentime. Unë veç këmë një kallëzu do mënyra që shme bo, po jo vetë keni me marrë letrat edhe keni me ushtru, keni me bo që të sen ashta me qindra herë keni me përsëri deri sa të më gjeni mënyrën që me rshit gishtin në përtu. Kështu që që kjo teknikë shumë ju lyp punë edhe shumë ju lyp eksperimentime, edhe për që ato është edhe cardistry, me gjithë eksperimentime për me që konvenuar juve. Kështu që po shpresoj se keni me pas dorim me mësu këto se ja vlen. Definitivisht ja vlen me mësu me bo fladice të mira, që më do ose krejt letrat kështu, ose më do edhe më rapa me ushak. Kështu që shkojnë e shtash me shpjegimi normal prej kandit që unë e kom qef, prej kandit që i keni edhe ju. Kështu që shkojnë e qatë kanë që tash. Sona ti referati që përmena për fladicën, po shpresoj se i keni qëtash një par letra të reja, një par letra kualitative ose një par letra gjendjes të mirë për me fillu me ushtru. Edhe sen i par që e vinë është mbajtja. Mbajtja është shumë sen i thjesht. Edhe mënyra ma e mirë për me majtë, që edhe unë i majtë letra në qëtë mënyrë, është me majtë qështë. Keni me i majtë letra, keni me majtë dorën e majtë, si një alti. Kemi jenë qështë. Edhe kemi i qitë 2 gishtat, edhe kemi i lonë për gjatë pakës, që bi bjenë që është pakoja kështu, kemi i qitë 2 gishtat për gjatë pakës, për gjatë letrave, edhe kemi e këthy. Që bi bjenë që qëto është gishti tregus, qëto është gishti mesëm, edhe është në rëkëthine. Edhe e dyta që e vynë, është me pas gishtin e madhë, jo të shtypëm, në është me majtë shtrëngushëm, po veç është il shumë për mi. Që bi bjenë gishti i madhë, ko mu konë vene, ku kanë musil letrat, edhe kanë musil krejt që ko me dalë në fund të mbajtje normale që keni pas disa e. Kështu që mas pare, mbajni qështë, ku 2 gishtën këto, e një gishti i madhë është naltë. A këto 2 gishta kanë me ju vytë ma vonë për mbajtje, po një herë mbajni qështë. Edhe tash, keni me vazhdo me pjesën që vynë mas shumë të eksperimentime, edhe është pjesa e fladicës. Edhe për me bo fladicë thjesht, janë 2 mënyra për me bo një fladicë thjesht. Është mënyra normale që bëhet me gisht tregus, ose mënyra thumb fan, që thumb fan i bjen fladicë me gisht madh, edhe bëhet me anë gishtit madh. Çto janë 2 mënyrat. Kështu që keni me majtë në mbajtjen që shë përmena parzit, edhe tash keni me provu cila për ju përshtatët mas mirti. Kështu që merreni edhe nëse ja provani. Shkjo fladicja normale, ku keni me shku, edhe tash ku me tregu që shko me shku kjo. Gishti tregus, që ma një gishtin mirë, ko me shku në për tub, ko me shku prej fundit, edhe ko me shku veç nalt, deri sa t'i rrshet krejt letrat. Edhe ko me shku dyshysh, që është ka shkon letrat e para, mas një ko me shku dorën nalt, edhe në fund krejt letrat do të me shku prej fillimit, dyqysh me rshit në përkej tubën, gishti nuk ko me shku krejt drejt, po ko me shku drejt e të nalë, si pjertë, ko me shku deri sa ti rrshet krejt letrat. Dyqysh është si me i prej krejt letrat, a dora tjetër, pi bjen dora e majtë, ko me dalë për mi edhe me i kap letrat, që pi bjen i kap letrat edhe i manë krejt. Edhe ko mu dok, nëse i bashkoni këto dyjat, ko mu dok qështë. Edhe për para ko mu dok fladicja. Ku tash, ju ushtrejni qëta shumë, edhe që ku me ju vynë mas shumë të me ushtru, është qysh me gishtin, me majtë edhe me rshit në përkej tubën. Kështu që kjo është një sen që ju është këgja do të me ushtru, nëse nuk dini me bo fladice, ose me gisht madhë. One e përdori shpesh gishtin e madhë, se mas leti rrshet në për tubë. Të qysh, vetë keni me ndje gishtin e madhë të shku në për tubë. Kështu që une preferoj gishtin e madhë ma shumë, edhe veç keni me shku tak, edhe veç i lëshoni dorën. Dora nuk ka me bo shtypje, që bibja nuk ka me shtypje, po veç ka mu lëshu gishtin në për letra një ka një, deri sa të shpërndan, edhe ka me do këpër qështë, që po e shënë edhe vetë,
që ku më do kështu edhe spektatori mund me zgjedh një letër cilën do prej kësaj fladice. Kështu që merreni tubën me letra, majni mbajtje normale, ka do që mbajnë kështu, ka do që mbajnë 3 gishta, ka do që mbajnë 1 gisht veç, ka do që mbajnë kështu, shumë ka mënyra për me bo qitë fladice. Po kjo ju qaset veç juve, po mënyra që do një me ushtru është që shmershit gishtin e për krejt tubën, ose me gisht tregus, ose me gisht map. Kështu që qëto janë 2 teknika, kështu që nësja ushtreni, që po ju këshilla edhe në diçka që me bo, është nësjane edhe bëjnë majnë që shto tubën, që që tregova, dona në majnë njëjtë, dona me ndjath, nëse one për shembull nuk di me bo këtësanin do që e lakojnë gishtin e madhë që e lakojnë që shto. One nuk di fatkeqësisht me bo që ata, se qëtë pjesë e kom këgjam muskulozë, nuk e di pse. Ama, që kene me ushtru shumë është që shme shku në për tubë. Edhe që ju një mamë pak veç me lëshu gishtin. Veç edhe bot fladicja. Kështu që ta ushtrajnë ma shumë, nëse keni bicycle keni me ushtru edhe ma shumë, ama që qëto, për shembull me BSG-ja që janë plastic coated, po veç për me shpjegu. Për shkak se bicycle të reja halon nuk më kanë ardhë, ose për me bo edhe këto kështu që ku është edhe me kit design edhe këgja interesant del. është edhe bukur më po, që bëjshin edhe vetë, po është edhe njëjtën kohë edhe e mirë me i thonën për shembull dhe kujna, a fshek ki letrat çfarë do, mund është me zgjedh cilën do letër, kështu që zgjate dorën edhe merrni një letër cilën do, i spektatori për në zgjedh çto. Kështu që kjo është qysh me bo fladice, do me thonë është ma shumë puna të jo, edhe mu më ka vyjt shumë kohë derisa e kom gjetë mënyrën që me bo vetë, po edhe jo ka dale keni me mësu besoj. Kështu që këshën një mirë, merrni letrat edhe nësja ushtroni sa ma shumë për me bo një fladice të bukur. Kështu që që muna me jepu në këshilla, tash mbetet e ju se sa ushtroni, sa shpejt i gjeni, se dikush im sa ma shpejt, dikush ma ka dalë, edhe sa mundën e jo me gjetë mënyra për me bo fladice, se përveç që ka mënyra për me bo fladice kështu, ju të regu edhe ma herët është edhe fladicia pressure, që në nuk di me bo mirë, pressure fan, ma mirë dhe me bo albani me varicin, që kush jeni në grupin diskuto ma gjeni gjeni, edhe për me bo edhe mënyra tjera për fladice, besoj se keni me pa në tapën. Kështu që që besoj ka për fladice. Që ke për shpjegimin e fladiceve, që janë fladice magji, jo fladice për mu fladice verës, pra, përse me këto më është më fladi verës, s'po dhja që pa thëmë, edhe janë shumë teknik interesant për me albo, kështu për me albo njerëzve që me i thonë zgjatën një letë. Edhe njëjtën kohë është e mirë edhe gjatë kësaj kohë verës për me bo fladice. Edhe nëse nuk e keni bo like faqen Mëso Magji, bëjni like, linkun ja në description. Gjithashtu edhe subscribe kanalin faqes Mëso Magji që mos më hik asnjë video. Edhe gjithashtu mos harroni edhe me mështu në përjetet e mia sociale si Facebook, Instagram ose Snapchat. Krejt këto i keni në description poshtë. Kryeni krejt këto edhe shihim deri në javën tjetër me trika edhe shpjegime të reja.